Miq turizmus. Sot ishte një ditë interesante e kuvendit, sepse është buxheti, por dhe e shkuarjes për herë të parë në SPAK të Sali Berishës mbi 21 janarin çështjen. Dhe thoni ju çfarë bukur e ka kuvendi. Jo, ma nuk është se ka një gjë të bukur, për ndodhin një element cilët edhe e zbukurojnë. Sot për shembull kur po fliste kryeministri, pjesa dërmuese e Partisë Demokratike i kthyen shpinën. Ose si thon shqiptarët, tash i ka ikë edhe pjesa e pudorit, i kthyen bet. Po është mënyrë për ta neglizhuar, për ta nuk e di fyer ose për t'i dhënë një përgjigje adekuate mos respektit që kanë për kryeministrin e për buxhetin e tij. E dakord, jo të gjithë opozita kështu, sepse për shembull ata të agron shehrit atij kolegut tij që kanë dalë deputet nuk ja kthyen. Mirë po, nga një portal shumë i rëndësishëm, unë nuk e pash, por nga një portal shumë i rëndësishëm, Tema për shembull, thoshte që edhe Greta, ose deputetja jo nuk e ktheu shpinën. Sipas meje nuk ka bërë keq, ka bërë mirë. Nuk e di kush nga cila pik vëmendje ose pik vështrim ose arsye është nisur, por nuk e ktheu. Qëndroi drejt ashtu siç duhet qëndrojë një deputet. Ideja është që edhe kjo mund të ndodhi. Mirë po, ndodh me tjerët, po jo me një person i cili është gati për të dhënë përgjigjen. Dhe thot, shikoni ju që keni bërë gjithat muhabet për ligjin. Ligjin që ata konsiderojnë ligjin e mbrapajnicës, ajo që është e barazisë gjinore, normalisht që ka edhe Partia Demokratike kështu, dhe nuk kujdeseni që mos marrin në konotacion kur të ktheni dëthën, se këtu është gjithë historia. Dhe këtë ju a thot kryeministri i Shqipërisë. Megjithatë thot ai, është më mirë t'ju flas fund shpinës tuaj se sa fytyrës tuaj, është më mirë ta shoh kështu. Pra, edhe kur bëjnë një veprim të tillë, sepse sigurisht bëjnë veprime të cilat normalisht duhet të jenë kreative ose duhet të jenë të një forme e cila të rresh njerëzit. Mirë, po kaq shumë i kanë shpërdoruar këto forma, këto mënyra, kaq shumë kanë shpërdoruar besimin e demokratëve, kanë shpërdoruar protestën, i kanë shpërdoruar të gjitha. Sa çdo gjë që bëjnë tash ju kundërvihet, ju kthehet në bumerang. E nëse, kjo ishte edhe batuta dhe e lezetshmja e gjithë mbledhjes të kuvendit, i cili është për buxhetin e duhet të jetë i rëndësishëm, veç që të merren me buxhetin, merren me kthimin e botës, me kthimin e fundit shpinës ose shpinës. Veç që të merren seriozisht me punën që kanë, merren me kritikat ose nuk e di të zbërthejnë buxhetin, merren me mazira të tilla. Okej, kjo ishte e kuvendit. Tjetra ishte vajtja e Berishës. Sigurisht ishte shumë i shqetësuar. Është nervoz, i shqetësuar sepse kjo është një çështje e cila do ta ndjeki Sali Berishën e do ta ndjek derisa të ketë jetë. Ai mund mbrohet me gjithë mënyrash, edhe mënyrat e tija dihen, tash çdo gjë që del nga goja e tij është kthim mbrapsht. Ai s'kishte asnjë faj, ai sigurisht ishte një nga protestat më të dhunshme, thotë përgatitur nga Rama, nuk më keni thirrë mua sepse sigurisht nuk keni pas të verdise, ishte një protestë e dhunshme. Sipas tij nuk ishte të qelluar nga as dhënë urdhër kur i kanë nxjerrë ato gazetarët po e pyetnin, nuk hapet edhe me gazetarët, ishte nervoz, kishte dalë nervoz nga takimi me Dumanin. Dumani në fakt e ka pas edhe në atë kohë, Dumani e ka edhe një pas shumë viteve. Çështja është lënë që të ftofet. Dhe çështja sigurisht është lënë që të degradohet. Përfshi dhe Dumani. Normalisht një prokuror tjetër do të kishte vepruar ndryshe. Por në Shqipërinë tonë nuk ka pasur as prokuror, as gjykata, as prokurori, asgjë. Se ishte Sali Berisha vetëm, edhe ishin edhe këta tjerët që i mbanin nisën Sali Berishës. Po ai sot ishte nervoz, se sigurisht ka shkuar aty të japi llogari. Edhe për atë që u pyet, për audiot i
I bëjnë të gjitha, kanë imituar, thotë edhe zërin e presidentit, jo ma, s'kan vlerë. Nuk e dia i kanë nxjerrë audion që është dhënë urdhër apo s'është dhënë urdhër, mund të kenë dokumente tjera, po shikohet ballafaqimi me gazetarët. Nuk po them se çfarë kanë pyetur në SPAK, sepse asgjë nuk din. Gazetarët jashtë se çfarë është pyetur në SPAK. Atë e di. Berisha me Dumanin dhe prokurori që e ka çështjen. Jo gazetarët. Gazetarët nuk mund dinë edhe çfarë është bërë bisedë aty. Mund të rrjedhin, por jo se e din. Pyesin për gjërat që din normalisht. Edhe Berisha sigurisht jepte që jo, nuk është qelluar për aty, po nga brenda, po është qelluar nga vendrojet. Edhe shumë element tjerë, cilët sigurisht ata e bënin nervoz. Ishte nervoz dhe do të vazhdoj të jetë nervoz për çështjen e 21 janarit Berisha. Normalisht që është nervoz. Jo nga tjerët, nga ai. Është dhënë urdhër, nuk është dhënë urdhër, ai po mbronte edhe duke e lëshuar gardën. Dhe normalisht po fliste edhe për t'i dalë përpara, ndoshta do që ta marrin me të mirë dhe Lulzim Bashën. Më tha thotë që largohen për atë, por nuk e dëgjova. Që me ambasadorën gjermane krijon alibi të tilla, të cilat të lejnë të kuptosh se ai është në vështirësi tash, në vështirësi të mëdha. Sigurisht që kësaj çështje duhet i shkuar deri në fund me aq mundësi sa kanë. Edhe sado që të jenë zhdavaritur gjurmët, sado që të jenë humbur, sado që të kenë hequr audio, të kenë hequr nuk e di servera, ka mbetur diçka. Dikush ka mbetur e vërteta. Janë vrarë 4 njerëz edhe aty sipër ka qenë Sali Berisha. Kjo është e vërteta e madhe. Është derdhur gjaku i 4 të pafajshme, ato nuk po bënin asgjë dhe nuk e di sa të plagosave mund të qenë. Dikush thot 30, dikush thot 100, dikush thot mbi 130. Po sado që t'ishin. Në atë kohë, aty, në atë ndërtesë, në komandë saj, sigurisht ka qenë Sali Berisha. Dhe normalisht ai do ta mbajë këtë peshë derisa të ketë jetë. Derisa të ketë frymën e fundit. Nuk ka për t'i hiqur. Do t'i hiqet shpinës, as do t'i hiqet ndërgjegjës ti, pikërisht kjo ngjarje. Është ngjarja më, nuk e di si ta them tash, më ta shpjegoj, më kriminale e asaj pjesë të demokracisë që kishte bënte me njëri i cili normalisht mbas qenies komunist, sekretar partije, njëri i përkthjelur i regjimit, vazhdoi regjimin e tij, jo vetëm me 92-shin, 94-ën, 96-ën, 97-ën, e 98-ën si gru shtetit, por dhe me 21 janarin e vitit 2011, kur ishte kryeminist. Dakord, miqtë mi? Sonte desha pa tjetër që të komunikoj me ju, që të bëj disa deduksione, një opinion timin, mbi 2 tema. Tema e parë është ajo pjesë e shëmtirëllëkut edhe degradit, uok ideologji të mozaikut madh në fasadën e muzeut kombëtar. Sigurisht, është një iniciativë e cila fryhet edhe merr kompetenca nga jashtë dhe pastaj këta brenda i bëjnë qefin nga vetë, arsyeja se kush po e bën. Është një fotografe e kryeministit edhe sigurisht idesh për të hequr flokët e figurës qendrore të mozaike e cila përfaqëson Shqipërinë, gratë e Shqipërisë. Për të bërë atë që konsiderohet nder e grave luftëtare kundra kancerit. E para që duhet të them për të larguar çdo dyshim është se jo vetëm që kam nderimin dhe respektin më të madh për ata gra që luftojnë, janë luftëtarë të pahepura kundra kancerit, por aty duhet ngritur në respekt një figurë përmendore, një instalacion fantastik që ka vendet jashtëzakonshme në Tiranë për ta ngritur dhe për ta përjetuar. Kështu që me këtë unë mbyll diskursin e respektit për mbi temën. Dërsa tema që duhet them është paturpsia, uok ideologjia e deformimit të një vepre arti. Mbasi e kanë deformuar duke hequr yllin, ato se yllin e shpikën komunistat,
Ja kanë vendosur komunistat, po flamuri jonë ka pasur yll edhe përpara komunistave. Ka qenë me 6 cepa, flamuri i Skënderbeut. Po kaq din nga historia, këta nuk din më tepër se sa kaq. Ai flamur ka pasur një yll tjetër. Komunistat e bën me 5 cepa. Por nuk është se kishte yll vetëm se erdhën komunistat. E para. E dyta pastaj vjen kjo vajza dhe në mënyrë të përkohshme, jo të përhershme, vendos mbi, po thuaj në mënyrë eksakte, një figurë që interpreton mozaikun mbi mozaikun e vërtet, duke deformuar atë në mënyrë të qëndësishme. Jo vetëm si vepër autoriale, që është turp, duhet i hedhin gjyq, në të vërtet, nuk preket vepër autoriale, është vepër monumentale, vlen edhe në këtë rast, sepse është mozaiku më i madh i Ballkanit, në një fasadë fantastike të madhe. 3. Është një pjesë e historisë tonë e cila nuk duhet prekur. Duhet kemi respekt, jo vetëm për veprën, por edhe për atë çfarë përfaqëson. Ajo përfaqëson një grua të shëndetshme, të fortë, me armë në dorë, që në atë rast do të mundi armikun. Atë armik i cili sigurisht do të marrë lirinë. Ajo përfaqëson gruan e cila çohet për të fituar lirinë, për ta mbrojtur atë liri. Dhe këtë nuk mund ta prekësh. Një grua e fortë tjetër është për të luftuar kancerin, por ai mund të ketë vendin e vetë të përcaktuar edhe të dashur, mi piramid, mi nuk e di, mi Ministrinë e Kulturës, ku di unë ka vende, sa të duash, mi stacionin e trenit, në korpusin e universitetit po e lejuan, mi artet, sigurisht po e lejuan, po shumë vende tjera, ka sa të duash. Mi seli partije, nga ku del urdhri, ku të duan ata, mi kryeministri, ku të duan ata. Po jo mbi një vepër të shkëlqyer të artit, qoftë edhe ai realizmi socialist. Sepse po bën një fyerje dhe i ngjan shumë lëvizjeve të cilat shkatronin me fjala skulptura të njerëzve të mëdhej, sepse i quanin o uzurpator, o genocidial, o nuk e di pushtues, dhe sigurisht ngatronin interesat e kohës sotme, moralin e kohës sotme që shpesh herë është i deformuar me moralin e asaj kohe kur sigurisht ajo statuj merr vlerën, kur është ngritur edhe për nder të cilit e kanë ngritur. Këtë janë teori realisht, woke ideologji, të cilat kanë një frymëzim ultramajtist me të cilat i bëhet shefi Evropës, edhe unë e kuptoj këtë gjë. Por nuk është e nevojshme të preket në një mënyrë të tillë arti i cili nuk lëviz nga vendi. Është e vërtet që i ke vënë një kupertur, po dhe ajo është fyse. Është e vërtet që i ke bërë në mënyrë të përkohshme, por edhe ajo është fyese. Në të vërtet duhet hedhur në gjyq për deformim, për prekje të artit vizual, për prekje të asaj që quhet punë autoriale. Është një vepër që ka autor, dhe për më tepër vepër e cila na përfaqëson gjithëve ne. Ajo grua aty është grua shqiptare e fortë, me armë dorë, që mbron lirinë. Fiton lirinë dhe mbron lirinë. Të gjithat e tjera që kanë luftra nga më të ndryshmet, kanë vendin e tyre për të ekspozuar. Kjo ishte e para. E dyta është ardha e një sociologu, një filozofi, një eksperti të politikës ndërkombëtare, i cili tha diçka që e kemi kohë që e kemi thënë. Tha diçka precize. Në Evropën e sotme, në demokracitë, edhe ato të reja, edhe ato të brishta, edhe ato hibride që quhen, nuk protestojnë partitë politike. Partia politike ka një vend për të nxjerrë alternativën e saj, fjalët e saj, vendimet e saj. Dhe ky është parlamenti. Pavarësisht se pastaj bëhet zhurmë, jo media, jo këto media është private, mund të bëjnë si dojnë, ose mund ta detyrosh me ligje, po vendi ku flitet, ku jepet alternativa, ku jepet mendimet, është parlamenti. Parla me fol, atë që kenë mendi. Në Shqipëri
është i vetmi vend në Evropë ku dalin partitë politike. Në Serbi nuk janë partitë politike. Është turma, masa, studentët. Në Francë janë autonomët, organizime, bile dhe nga Facebooku. Studentë dhe forca nga më të ndryshmet. Në Itali sindikatat, në Spajnë sindikatat. Në Britani po ashtu, organizime nga më ndryshmet, po jo partitë politike. Këtu ke ne bëjmë partitë politike dhe jo partitë politike, një parti politike. Dhe jo një parti, po një person. Edhe ky person e ka emrin Sali Berisha. Këti ka mbetur ora pikërisht në kohën e folk bolshevizmit të tij dhe kapërcimit në fazë kur dorëzoi tesën e partisë. Aty i ka mbetur ora. Ky nuk njeh, sepse ky protestën do ta kthej gati në sulmin për me institucionet. E ka provuar me 100 herë. Vetëm këtu ndodh që partia politike gjuan ndërtesën e kryeministrisë që do mund ta ketë nesër me plumba dhe me zjarr. Dhe kjo parti politike në shumicën e rasteve, në 98% të rasteve, është Partia Demokratike dhe Sali Berisha. Është Partia Demokratike dhe Sali Berisha, ose Partia Demokratike e Sali Berishës. As kërkun nuk ka parti politike që të bëjnë tilla. Në Greqi nuk e organizojnë partitë politike. Protestën. As nuk mblidhen, as nuk i thrasin, se do të ishte turp i madh. Do krijohesh pastaj një konfuzion i jashtëzakonshëm. Jo vetëm politik, po dhe pluralist. Nuk e organizojnë partitë politike. E organizojnë autonomët, sindikatat, studentët, punëtorët, minatorët, bujqit, traktoristat, kamionistat. Këto, po ashtu dhe në Francë. Grupet e interesit, sindikata, të pavarur dhe të varur, si të doni ju. Jo partitë politike. Në Shqipëri i organizon Sali Berisha, dhe Sali Berisha ka partinë me vete. Sepse Sali Berisha hetohet nga spak të shi duhet qohen gjithë, pra ne dhe rrudhen. Pra ne dhe s'ka efekt më protesta e një partije politike, sepse e din se që do të prodhoj. Do prodhoj një hiç. As kërkush nuk do të aprovoj, as kërkush nuk e njeh në Evropë, as kërkush nuk e njeh në Amerika, përveç atij që vjen e merr paret, si e ka ai Lachivita, as kërkush nuk i jep dorën, edhe kur vinë 2-3 përfaqësues politik nga bota vinë në mënyrë të përveçme, thonë 2-3 fjalë, han drekën, bëjnë vizitorë dhe ikin. Po as kërkush relevant, as kërkush nuk jep një intervistë, as nuk prononcohet, as nuk luan një gur për një individ tillë, një familje tillë dhe një parti tillë. Mund të shajnë Shqipërinë ku të duan, domethënë shkojnë, e shajnë në Strasburg, e shajnë në Bruxelles, e shajnë në çdo drejtim, shajnë sepse urrejnë në Ramën, ose urrejnë politikën e tij, ose urrejnë Partinë Socialiste, nuk e urrejnë hiç, ajo i mban me bukë. Në fakt i jep edhe copën, e i merr edhe me të mira. Por bëjnë sikur bëjnë elemente të tillë, në të vërtetë shajnë Shqipërinë. Fyen për ditë atë, e shkatrojnë për ditë atë, sepse kjo është mënyra e tyre, ky është mentaliteti i Sali Berishës. Janë të vetmet që protestojnë si parti politike, dalin në rrugë. Domethënë, sot bëhen zgjedhjet, nesër kërkojnë dorëheqjen e atij që ka fituar. Ble mas 2 muajve, mas 3 muajve, mas 3 muajve kërkojnë dorëheqjen e të gjithëve. Absolutisht, gjithë ministrat, do të dorëhiqen gjithë. Mundësisht, bëhet që ditën e nesërme, mas i kanë marrë zgjedhjet, qeveri teknike. Janë po të njëjtat gjëra që përsëriten dhe për këto dalin për të protestuar. Nuk na lënë me foltot në parlament, po në fakt vetëm këta flasin në parlament. Vetëm Sali Berisha flet. Foltorën e ka vetëm ai të zanë. O flet ajo s'let kërkush në botë. O del në televizor ajo s'del kërkush në botë. Protestën do ta bëjnë për ça, atëherë njerëzit dëgjojnë po të njëjtat fjalë foltore. Parlamentit. Po të njëjtat gjë në 24 televizione, 34 televizione, radio, por 800 portale. Atë çka kanë për të dëgjuar në protestë, çfarë mund të dëgjojnë? Kush është dallimi? Po e njëjti diskurs, po të njëjtat forma, po të njëjtat sharje, tash nuk shpikin dot as sharje të tjera. Narkoshteti, Ramaduro 30 herë në ditë, Lubia, Balluku, ku ti Rama i krimit, Duka i krimit e nuk e di. Po përsëriten po me emra të ndryshëm, atë kush është interesit që dalin në protestë? Jo vetëm që janë mërzitur, janë zhgënjur.
po nuk ka më demokrat, sepse e di që s'kan punë ke ajo parti, sepse e kanë të humbur që në fillimet e tyre. Ajo që desha të them është se sociologu, specialisti, politologu britanik që e tha, nuk ka bërë asgjë tjetër vetëm se ka përsëritur atë që kemi thënë prej kohësh. Nuk protestojnë partitë politike. Do t'ishte zhgënjim i madh, ashtu si kundër është ky me Partinë Demokratike. Nuk di tjetër mënyrë Sali Berisha, më vjen keq, po edhe fundi është i ditur. Do plaket, edhe do shkojë deri në pamundësi biologjike një Sali Berisha, po kjo ka për të ndodhur në Partinë Demokratike, në mos ka ndodhur që tani. Është plakur më tepër se sa vetë Sali Berisha. Partia Demokratike duke protestuar në mënyrë të kotë, absurde, dhe gjithmonë në mënyrë të gabuar, është plakur shumë më tepër se sa Sali Berisha. Është rrudhur, plakur dhe zvogluar në mënyrë sa është për të ardhur keq. Dakord, miqtë e mi?